Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Unë quhem Stella dhe jam 29 vjeçe. Kur isha më e re, gjithmonë mendoja se në këtë moshë jeta ime do të ishte e rregulluar. Mendoja se do të kisha më shumë kohë për veten, për shoqërinë dhe ndoshta për një lidhje serioze. Por jeta ndonjëherë merr një drejtim krejt tjetër nga ai që ne imagjinojmë. Unë punoj në një kompani ku orari shpesh zgjatet më shumë se sa duhet. Ka ditë që dal nga puna kur është e rësuar dhe mezi kam energji për të bërë diçka tjetër përveç se të shkoj në shtëpi dhe të flej gjumë. Ditët kalojnë shpejt. Zgjohesh të mëngjes, shkon në punë, kthehesh në shtëpi, papritur e kupton se ka kaluar një javë e tërë. Shumë nga shoqet e mia tashmë janë në lidhje serioze, disa janë të martuara me fëmijë. Sa herë takohemi për kafe apo darkë, biseda përfundojnë gjithmonë në të njëjtën temë. Stella, po ti, a nuk e njohur njëri akoma? Nuk është se nuk kam dashur, thjesht nuk kam pasur kohë. Njohjet kërkojnë kohë. Duhet të dalësh, të flasësh, të takohesh disa herë për të parë nëse ka diçka mes jush. Por kur dita jote është e mbushur nga mëngjesi deri në darkë, kjo bëhet shumë e vështirë. Një shoqe e imja më sugjeroi të provoja një aplikacion për njohje. Në fillim nuk më pëlqeu ideja, por pas disa javësh mendova ta provoj. Fillova të flas me disa njerëz, por shumica e bisedave mbeteshin sipërfaqësore. Pastaj ndodhi diçka interesante. Fillova të bisedoj më shpesh me dy djemë që dukeshin ndryshe nga të tjerët. I pari quhej Eloni, ishte 31 vjeç dhe punonte si arkitekt. Nga mënyra si fliste, dukej shumë i qetë dhe mendues. Mesazhet e tij ishin gjithmonë të qarta dhe të respektueshme. I dyti quhej Klevis, ai ishte spontan, me shumë humor dhe gjithmonë kishte një histori interesante për të treguar. Me të dy biseda më shkonte shumë mirë. Pas disa ditësh të dy më propozuan të takoheshin për kafe. Problemi ishte se orari im ishte katastrofë. Njëri donte të takojë të premte në mbrëmje, por atë ditë unë kisha një projekt që duhej ta mbaroja në punë, tjetri donte të takojë të shtunën, por edhe atë ditë kisha angazhime familjare. Kaluan disa ditë duke u përpjekur të gjej një moment të lirë. Një mbrëmje ndërsa po mendoja për këtë situatë, më erdhi një ide e çuditshme. Pse të mos I takoj të dy në të njëjtën kohë? Në fillim qesha me veten kur mendova këtë gjë. Nuk është diçka që ndodh zakonisht, por sa më shumë që e mendoja, aq më logjike më dukej. Kisha vetëm një pasdite të lira të javë. Në vend që të bëja dy takime të ndara në dy ditë të ndryshme, pse të mos I bëja të dy në të njëjtën kohë? Sigurisht ishte e pazakontë, por vendosa ta provoj. I ftova të dy për kafe në një kafene të qetë në qendër të qytetit në të njëjtën orë. Ditën e takimit isha nervoze. U vesha thjesht dhe shkova në kafene më herët. Zgjodha një tavolinë pranë dritares dhe porosita një kafe. Zemra më rihte pak më shpejt se zakonisht. I pari që erdhi ishte Eloni. Ai ishte fiks siç e imagjinoja nga bisedat tona. I qetë, I sjellshëm dhe pak I rezervuar. Filluam të flisnim për punën dhe për jetën në qytet. Pas disa minutash pash që dera e kafenes u hap dhe hyri Klevisi. Ai më pa dhe filloi të afrohej drejt tavolinës. Kur vuri re që nuk isha vetëm, u ndal për një moment. Situata ishte e sikletshme për disa sekonda. Unë qesha dhe vendosa të jem e sinqert. Djema, kam një shpjegim. Unë kam shumë pak kohë të lirë dhe mendova që mënyra më e mirë për t'ju njohur ishte t'ju takoja të dyve sot. Ata u panë me njëri tjetrin dhe për disa sekonda nuk folën. Pastaj për habin time filluan të qeshin. Atmosfera u bë menjëherë e lehtë. Në vend që të ishte një moment I sikletshëm, u kthye në një situatë shumë interesante. Porositëm kafe dhe filluam të flisnim të tre. Biseda kaloi nga punat e udhëtimet, nga hobet të mënyra e njerëzve si sot përpiqen të gjejnë kohë për gjithçka. Eloni fliste me qetësi dhe mendonte para se të përgjigjej. Klevisi ndërhynte shpesh me shaka dhe humor.
Në një moment Klevisi tha duke qeshur: "Duhet ta pranoj, kjo është hera e parë që jam në një takim ku ka edhe një djalë tjetër." Eloni buzëqeshi dhe shtoi: "Por ndoshta është takimi më efikas që kam pasur." Të tre qeshëm. Koha kaloi shumë shpejt dhe ajo që mendova se do të ishte një situatë e çuditshme, u kthye në një nga pasditet më interesante që unë kisha kaluar prej kohësh. Pas rreth 2 orësh u ngritëm për t'u larguar. Para se të ndaheshim, Eloni më tha: "Nuk e di nëse ishte ide e çuditshme apo geniale, por definitivisht ishte një përvojë interesante." Kelvisi shtoi duke qeshur: "Të paktën na kurseve kohë të gjithëve." U përshëndetëm dhe secili vazhdoi rrugën e vet. Ndërsa po kthehesha në shtëpi, mendova për atë pasdite. Ndoshta nuk ishte mënyra më tradicionale për të njohur njerëz të rinj, por ishte sinqerisht një nga momentet më spontane dhe interesante që unë kisha përjetuar. Ndonjëherë kur jeta është shumë e zënë, duhet të gjesh mënyra kreative për të krijuar hapësirë për gjërat që kanë rëndësi. Dhe ndonjëherë, një ide pak e çuditshme mund të kthehet në një histori që do ta kujtosh për shumë gjatë.